Shefi I Policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Nenad Thaçi, është transferuar nga qyteti jugor I Nishit në Beograd, ku me rastin do të merret Prokuroria Speciale për Krim të Organizuar. Thaçi u arrestua në pikalimin kufitar Dheu I Bardh, mbrëmjen e së mërkurës, kur po udhtonte përmes Serbisë drejt Evropës Perëndimore. Në një vizitë private, gjykata e Nishit kishte lëshuar një flet arrest në rastin e filluar në vitin 2009 dhe më pas akuzën në vitin 2010. Pas arrestit, Thaçi ka qenë në Nish, por më pas është transferuar. Iva Popović, zëdhënës e gjykatës së lartë të Nishit, tha për Top Channel se bëhet fjalë për dy të dyshuar, por procedura është në fazë hetimi. Gjykata e Qarkut në Prishtinë ka marrë vendim për fillimin e hetimit ndaj të dyshuarit të A dhe THN, pasi ekziston dyshimi se kanë kryer vepër penale terrorizmi. Pasi lënda ka kaluar në përgjegjësi të gjykatës së Nishit, është dhënë flet arresti dhe në bazë të kësaj, THN është arrestuar. Gjithçka është dorëzuar në prokurori dhe kjo I takon prokurorisë për procedurë të mëtejme. Policia serbe ka konfirmuar në një njoftim të shkurtër për shtyp arrestimin e të dyshuarit nga qyteti I Ferizajt. Thaçi, ish pjesëtar I UÇK-s, nuk dihet nëse në këtë rast lidhet me kohën e luftës. Kjo nuk është hera e parë që shqiptarët nga Kosova arrestohen në territorin e Serbisë të dyshuar për krime lufte, apo edhe si rasti 2 policëve të Kosovës në vitin 2012 në kufirin Kosovë-Serbi në kryerje të detyrës, të cilët më pas u liruan. Idro Seferi, Top Channel, Beograd.